Përministërimi në hidrovorin e Akërnis është një investim i qeverisë shqiptare në vitin e shkuar, në fundin e shkuar, ku me gati 1.5 milion euro është rikonstruktuar në mënyrë të plotë një nga hidrovoret më të rëndësishëm. Mund të themi që janë pajisje të reja që kanë sponsoruar pajisje të para 50 vjet. Është një investim që është bërë në vitet 60 dhe rrezikoi edhe jeta e punonjësve kur shkonin dhe ripëronin mjetet e është në mbrojtje të gati 5.000 hektar tokë kryesore që kullohet falë këtij investimi dhe sigurisht dhe ruan edhe aeroportin ndërkombëtar të Florës, sepse ky është një investim me të gjitha parametrat ndërkombëtar. Inxhinierë, përshëndetje. Se janë nga rrët e heshtur. Zoti kryeministër, flas pak dhe historisë se ky hidrovor ndërton në vitet 62-65, pjesa poshtë. Në ato vite ishte komplet fushat e Akërnis, u futën paralelisht me bonifikimet që bëri atëherë qeveria shqiptare. Filloi kineta e Malikit, njëkohësisht filloi edhe kineta e Akërnis. Dhe gjatë se kohë, në vitet 62-65, u bërë në pimi këtij stacioni poshtë, po me pompa e dizel me naftë. Në vitet 70 pastaj filloi ndërtimi i godinës, duke futur pompat gjithmonë pompa të linjes, Kjo është pompë Gans, e prodhuar nga Hungaria e viteve 83, në fjalë. Ja ku kemi motorët, kjo ka qenë gjendja. Kjo pjesa këtu po ta shikosh, atë është pjesa e gjithë të para. Në ka qenë kusha shumë të vështira. Kjo zgjidh problematikën e tmerrshme. Kjo përfundimisht gjithë edhe puna e aeroportit. Përfundimisht. Gjithë zonën. Në rast për mbytyje për shembull, me këto popa që janë tani ka një evados shumë shpejt sa pritën me një muaj. Domethënë ato hallet që kemi pas në kaluar nuk do i kemi. Zona nuk ketë më. Sistemi është sistemi i verdhë, do të thotë kemi përsim shumë të madh për iniciativë. Unë kam bërë një shembull që duke marrë 2 pompa 410 kW që janë ato 2 pompat. Pra një pompë me sistemi i verdhë përcjell në vit rreth 170.000 kW. Po. Jo. Këtë sistem po. 170.000. Sepse kanë dhe investimet diellore që e vënë në shfrytëzim. Është gjithë automatike. Ju ndërkohë kur ka diell jeni me diell. Ministër, kemi edhe një lajm të mirë, kemi realizuar disa kursime nga buxheti i ministrisë për zgjedhur dhe një dhimbje koke për qytetin e Florës, për hidrovorin e qytetit të Florës. Kemi nisur aktet juridike për 1.7 milion euro që dhe hidrovori i Florës, që sa herë bie shi ne jemi në vështirësi, ajo të zgjidhet brenda vitit. Është një investim për 2 vitet e ardhshme. Hidrovori i Orikumit janë 35 milion euro investime në dekadën e fundit vetëm në infrastrukturë, ujitje kullimi në qytetin e Florës. Nuk po flas për gjithë Shqipërinë, se janë 270 milion euro. Në bashkinë e Florës. Vetëm në qarkun e Florës janë 34 milion euro. Në gjithë Shqipërinë janë 270 milion. Hajde ju hap çik dorën mos era deri këtu. Ku jeni? Kamë të bëni selfie bashkë. Jebi. Marja. Jeni. Eto, çfarë bëhet mirë? Çfarë bëhet? Rrugën e pa vetë nis. E bukur fare. Po i ka sytë e burg, i ka blu. A bëj një kështu ti tresh kështu? Edhe të çarçan tim kaçë? Edhe në kanal. Ai ishte gjigant i Produktu. Ai ishte gjenda. Po. Edhe me këtë pesë. E gjë bukur është. Ke popullin me vete. O zotut. Ja 84 vjeç. E diu çka bëj në punën e Shqipërisë. Ja, po duhet thajmë kënetën. Thajmë kënetën. Hajde. Hajde.
E vetëmja. Tu para me se... Ka me një film po atë. E punove fare Si këtë. pare. Hajde, Qani, hajde. Hajde. Ai mos e turbe. Ai, mirë. Faleminderit.